Dy takimet Silvio Gonzales, ambasadori i Bashkimit Evropian, Karanja, që shkoi pak ditë më parë dhe më mbas shkoi Nancy Van Horn në kushtetuese. Ishin mesazhe të qarta aty për çështjen Balluku, mbi këtë çfarë do të ndodh 22 janar? Mendimi im personal, dy institucionet kryesore të ndërkombëtarëve që ne synojmë shkojmë në Evropë, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë aleati jon kryesor në perëndim, të cilët jemi dhe pjesë e NATO-s, kanë shkuar për mbështetjen në gjykatën kushtetuese. Që kuptojmë mbështetje, sepse duhet të jemi të saktë. Domethënë, unë nuk e quaj ndikim, por mbështetje të ligjit. Pra që në gjykata kushtetuese të zbatoj ligjin kushtetues, të zbatoj drejt ligjin dhe ligjin edhe kodin e procedurës penale pa frikë. Pra po thua që për të shmangur presioneve të ndryshme, lobimeve të ndryshme për një dhënje në një vendimi jo në favor të ligjit? Unë mendoj që ata kanë shkuar në mbështetje të ligjit, sepse ne synojmë të shkojmë në Evropë. Dhe mbështetja e tyre është që zbatoni ligjin, nuk është se kanë dhënë ndonjë orientim konkret, por këta kanë thënë mbështetjen e keni tonë, zbatoni ligjin me bindjen e brendshme, sepse gjyqtari në bazën e fakteve vepron ka bindjen e brendshme. Pra janë faktet e paraqita, sepse ligji kushtetues është ligj i shkruar. Kodi i procedurës penale është ligj i shkruar dhe neve jemi nga ato vende që quhemi në interpretimin e normave së drejtës ose ligjeve jemi romano-gjermanike. Pra ne jemi me ligje civil law, pra kemi kode, kemi rregulla. Jemi common law. Për shembull common law krijon një praktikë që për këtë rast duhet ndeshur. Ne jemi të shkruar. Dhe prandaj dalim prapë tek ajo që kemi diskutuar në fillim në interpretimin gramatikor të gjitha dispozitave procedurale dhe kushtetuese, nuk ka një pengesë. Pra, dhe kjo është ajo ndihma që po i thonë, ndihma ose më saktë mbështetja shpirtërore se dhënia e forcës që shiko, zbatoni ligjin, mos bini pre presionit politik. Mendoj që datën 22, domethënë do ketë një gjyq, domethënë do jetë një gjyq, hapet gjyqi. Po gjyq, është seancë gjyqësor, I vetmi diskutim është se në gjithmonë gjykatën kushtetuese thirriten dhe personat e interesuar. Pyetja është një pikë pyetje që gjyqtari që ka dhënë vendimin si do të thritet, domethënë do thritet apo s'do thritet. Se është një akt, sepse çështja shkon në gjykatën kushtetuese, se ka dhe gjyqtari pal. Po gjyqtari gjykos që ka dhënë vendimin. A do shkojë ai apo jo? Kërkesën. Kjo është tash, sepse gjyqtari flet vetëm me vendim. Kjo është një ngërë që nuk di asa ditë. Sepse ti thua Karanja që t'ia shpjegojnë publikut që gjyqtari në raste të tilla nuk ka përse të shkojë të arsyetojë atë çfarë ka menduar, sepse ta ka arsyetuar një herë. Pra, gjyqtari nuk mund të shkojë të jetë pal dhe të lexojë vendimin e vet para gjykatës kushtetuese. Kjo është një ngërsh që është një diçka tjetër. Prokurori mund të shkojë. Po prokurori shkon sepse ai mbron atë, ai shkërkesë. Por gjyqtari ka dhënë një vendim tash, si shkosh, sepse është diçka ndryshe, kjo nuk është problemi se ndoq rruga kushtetuese e zakonshme. Kjo ndoq një, domethënë u pretendua nga qeveria që janë shkelur kompetencat e qeverisë në raport me gjyqësorët. Kjo është një diskutim që do ta zgjidhë mbledhja e gjyqtarëve që do thritet apo jo. Gjyqtarët në ca cilësie do vi gjyqtari i çështës, do vi përfaqësuesi i gjykatës, do vi kancelari e tjerë, sepse një gjyqtar nuk mund të shprehet për vendimet e veta. Gjyqtari shprehet vetëm me vendim, i ndalohet çdo lloj debati publik në lidhje me vendimet e veta. Dhe unë thash të duhet parë dhe kjo. Edhe interesante është edhe çka do vi gjyqtari që ka dhënë vendime, por thash të dy si BE-ja edhe ambasada amerikane e quaj si mbështetje shumë të madhe për gjykatën kushtetuese për zbatimin e ligjit. Se kemi thënë kemi ligj të shkruar. Është e bardha mbi të zezë, pra. E zeza mbi të bardhë. Unë mendoj që gjykata kushtetuese bazuar në kushtetut, ka të drejtë të shqyrtojë vetëm tre element të rëndësishëm. Afatet ligjore që nuk u shkelën, subjektin, që është kryeministri që ka të drejtë ta atakojë në gjykatë kushtetuese, dhe fushën. Fusha është konflikti juridik. A kemi konflikt juridik, a s'kemi? Unë gjykoj që s'ka konflikt juridik, për faktin se, prandaj dhe thash që pezullimin administrativ, emrimin dhe pezullimin administrativ e ka kompetencë dhe të drejtë kryeministri.
pezullimin si mas sigurie për të parandaluar ca pasoja që vinë për një hetim shumë të rëndësishëm, e ka vetëm gjykata. Pra, jemi brenda fushës së gjykatës. Dhe gjykata, besoj unë, këtë fushë do të mbroj. Unë jam brenda fushës time, dhe thotë. Gjykata. Që mund ta pezulloj dikë. Që unë pezulloj gjithkand, unë se pezulloj si deputete, unë e pezulloj që të mos ndikoj në prishjen e provave të një hetimi shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me abuzimin me fondet publike. Pra, me një fushë caktuar, sepse SPAK-u në realitet është një organ i hetimit pikërisht për krimet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Ai nuk do të merret me mua, nuk do merret me ju. Pikërisht me këtë do merret, me këtë zyrtar. Dhe nëse ne ja heqim këtë të drejtë, ne duhet ta shkrim fare SPAK-un dhe GKK-n, se ato për të hetuar deputet, ministra, kryeministra janë është ngritur. Ja kanë frikën edhe ç'është lëviz andej në për. Vazhdo të kesh frikë ti, por në fund të fundit, në një ditë të bukur, do të bindemi që ka të drejtë gjykata. Jo, unë kisha një tjetër frikë kur thej që i tremben SPAK-ut dhe i tremben gjithnjë ndryshimeve kushtetuese nëse të dyja pale. Tani, më the diçka pak më herët, vetvrasje politike në qoftë se Rama përdor forcën e kartonit për mos të hequr imunitetin e Ballukut. Po e le opozita që të vetvritet Rama. Shiko, këto janë momente historike. Edhe për Partinë Socialiste, për Edi Rama dhe Partinë Socialiste, që besoj unë nuk e meriton Partia Socialiste dhe socialistët në gen, që kanë investuar për hir të vërtetës, nuk mund ta marr flamurin e Partisë Socialiste Belinda Balluku, se ka të tjerë socialistë që kanë sakrifikuar në 35 vite. Unë besoj që Partia Socialiste dhe Edi Rama, Partia Socialiste nuk duhet sakrifikohet për Belinda Ballukun, por edhe Edi Rama, si drejtues i Partisë Socialiste, apo rilindasve, si dush ta interpretojmë, nuk e ka këtë tagër, nuk e ka këtë të drejtë, dhe nuk duhet t'i shkojnë mbas socialistët e ndershëm që të sakrifikohet kjo forcë politike që është aset kombëtar për Belinda Ballukun dhe bëmat e Belindës dhe të sojt Belindës. Pra këtu duhet ta ndajmë problemin. E dyta, ju folet për opozitën. Nëse Sali Berisha ka patur mision për ta rrëmbyer Partinë Demokratike me vdhunë, si që rrëmbeu, me vot, po themi në kuvendin e 11 janarit 2022-shit, por duke përdorur forma të sulmit ndaj godinës së Partisë Demokratike, edhe duke menduar që leadershipi i mëparshëm nuk kishte fuqinë, forcën, por nuk kishte edhe vizionin, por kishte edhe kompromise me Edi Ramën. Atëherë themi mirë që erdhi Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike, por nëse Sali Berisha do bëj kompromis për të shpëtuar Partinë Socialiste, Edi Ramën dhe Belinda Ballukun, ashtu siç bëri kompromis dhe marrëveshje për të groposur një herë për gjithmonë listat e hapura për në kuvendin e Shqipërisë, atëherë Shqipërinë pas ka marrë djalli, pas ka marrë lumi. Unë nuk besoj që Sali Berisha do shkojë në këtë rrugë. Nëse Sali Berisha do të shkojë në kompromis për të shkatruar organet e reja të drejtësisë, fati Sali Berishës dhe Edi Ramës do jetë i njëjtë. Rama po inicion disa detaje. Biles dje i paralajmërojnë ndryshimet e mundshme kushtetuese. Pse mos ta prekin SPAK-u dhe GKK-n? Po. Asgjë kartona i ka. Atëherë, nëse Partia Demokratike me në krye Sali Berishën do të shkojë në hullin ku i ndjell Edi Rama për të shpëtuar kokën e vet, Partinë Socialiste dhe Belinda Ballukun, atëherë fundi i Sali Berishës do të jetë më i trisht se sa ka qenë deri më sot. Sepse, shiko, nuk e ka të lehtë dhe Sali Berisha. Sali Berisha është non grata. Sali Berisha duhet bëjë një vepër shumë të qëndësishme në raport me opozitën shqiptare, me demokratët shqiptarë, po në raport edhe me demokracinë në Shqipëri, që të ndryshoj sa do pak edhe mendimin për Sali Berishën, edhe në pikpamje të partnerëve tonë strategjik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë toleruar Sali Berishën një herë për 97-ën. Edhe e sollën në pushtet, e pranuan që tjetë në qeverisë në 2005-ën. Po e kanë sjellë, dakord. Do ta pranojmë kështu. Por nëse Sali Berisha do të mbështes këtë nivel të lartë korrupsioni, i cili është i shprehur
qartazi në raportet e Departamentit të Shtetit, qartazi në raportet e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Dhe qartazi edhe në distancimin që është bërë Edi Ramës prej 12 muajsh nga administrata e Trumpit. Dhe nëse Sali Berisha do të tentoj të mbroj këto njerëz që janë armiq të demokracisë, janë shpallur armiq të demokracisë, nuk është uruar për zgjedhjet. Edi Rama nuk është uruar për zgjedhjet në Shqipëri. Armiq për votën e lirë. Dhe nëse Sali Berisha do të përkrahi dhe do të bashkëpunoj me Edi Ramën për të shpëtuar bëmat Edi Ramën nga bëmat e qeverisjes së tij, por edhe dëmët që i ka sjellë demokracisë në Shqipëri, atëherë nuk pas ka nerv politik Sali Berisha, sepse është provuar dhe është shkruar e zeza në të bardhë që Edi Rama ka investuar për shkatrimin e Partisë Demokratike dhe për ndërshkimin e liderëve të Partisë Demokratike, qoftë Lulzim Bashës, edhe qoftë Sali Berisha për çështjen me Gonigal. Pyet edhe një përgjigje shkurt, Prençi, nëse ti do ishe deputet i Komisionit të Imunitetit dhe Mandateve, do të binin në dorë aktet për Belinda Ballukun, le të themi ato. Do nxjerrë diçka për publikun? Nëse vendimi i gjykatës kushtetuese do të ishte pro Edi Ramës dhe kundra GKK-s, unë do pranoja të futesha në burg, do t'i nxirrja të gjitha për mediat. Kjo është e përgjigje. Absolutisht. Sepse gjykata kushtetuese duhet denoncuar nëse do të mbroj bëmat e një zyrtari të lartë të shtetit. Atëherë shteti shqiptar shkon në pikjad, shkon në autokracinë e Edi Ramës dhe nuk mund bëhet fjalë më për shtet demokratik. Mu më intereson qytetari shqiptar dhe demokracia në Shqipëri. Së më intereson as Edi Rama, as Sali Berisha. Kushdo qoftë ai që bën marrëveshje në kurriz të shqiptarëve, kundra shqiptarëve, dhe pro hajdutëve të Shqipërisë, të cilët janë të etiketotuar nga mendimi publikut, por dhe nga autoritetet evropiane dhe amerikane, të cilët janë të etiketuar si njerëz që kanë ndikuar në nivelet e larta të korruptimit në Shqipëri dhe të cilët kanë dëmtuar demokracinë në Shqipëri, unë me ata nuk bëhem kurrë. Nuk më duhet, më mirë bëj një jetë private, të qetë, se sa të bëj një jetë të jem në nombrellën e hajdutëve. Atë jetë nuk do ta dëshiroja kurrë, as si shëmsi, as si shqiptar, as si ish drejtues i lartë policie, as si jurist. Kurrë dhe kurrë.